Tha Rasulullah alayhi salam, kur dikush prej juve e shen të keqe, le të ndryshon ato me dorën e tij, e kap, e ndryshon, e kap e nal, nuk ban kështu. Po nëse s'monesh, atëherë le të ndryshon me gjuhën e tij. I thuan njerëz, unë s'mujta, ndryshohet ti. Po nëse s'monesh as me gjuhë, atëherë urreje bile s'paku me zemër. Për shembull, je shku ndarsëm, edhe sheqyshën halakat, kur kush si përmbahet me rregulla fetare, derisa ja ka nisë edhe alkool me pi, e kape hjek alkoolin. Po kështu s'monesh, ju thu me gjuhë. Po as kështu s'monesh, atëherë bile urrejnë, ama jo tash më qua ti mja nisë me kësi bashkë me ta. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, e me urrejt me zemër, kjo është imani ma i dopt. Ajo që ka unë pëdu sot, me thonë shumë për këti hadithit, ma e men qëta, nëse nuk monesh. Ndryshohet me dorë, po në qofë se s'monesh, me gjuhë, po në qofë se s'monesh, urreje. Këta urreje, këta duhet me ba. Këta monesh, këta së më të nartë kërkosh, veç në qofë se s'dën vetë. Ama të dytë parat, në qofë se s'monesh. Mos harro, kanë herë, nuk jam mone e ti, ai që mujna me ndryshu të keqen. Kështu që kujdes, e shë për shumë një bidat që u ba shumë i madhë, o alla ka të kete bajnë. Nuk mujna në ti, në veç dhezëm fesad kanë herë. Duhet më munu në formën më të mirë, më të butë, me kanë ai hoxha që ka pozitën, ai e ndryshan, me në fjallim del edhe ndryshan. Unë e ti kanë herë, veç mujna me bo fesad, kështu që ka dale, unë e ti sot mujna me butësi, me mirësi. Nuk jem na që mujna me ndryshu krejt. Kanë herë nuk jem na në pozit. Këpa jemi në gjami e shë që nuk është ka bëhat mirë që ja. Po me ba më që atë jenë të ratë hegjallarë. Ata kanë marë për para, ata së vetë ty ma heqë, ty bët ty veç. Nëse danë, rrinë, nëse danë, til ka dale dhe shka në të farë bidati që ka është të basë, dhe shka që së të pilqen, ama mësë që me ba fesat se kanë herë, mësë hara. Nëse nuk mënesh, kanë herë nuk jem nada që mujmë. I thua ti shokit anë dhanë, kështu s'banë. Kështu që kënë të banë nuk banë, po unë atë së më folja dhe i këshkan. E lusëm Allahën Azuqel me në letësu.